Kanë mbetur vetëm 48 orë nga mbledhja e Kolegjeve të Bashkuara që do të zhvillohet në datën 9 prill për të shqyrtuar vendimin e ndërmjetëm të Sokol Sadushit, i cili i shërben kryebashkiaku të arrestuar të Tiranës, Erion Veliaj, ndaj të cilit rëndojnë 13 akuza për 5 vepra të rënda penale. Seanca gjyqësore para Kolegjeve të Bashkuara do të mbahet në orën 09:30. Sokol Sadushi ka nxjerrë një vendim të ndërmjetëm, duke ushtruar këtë detyrë për herë të parë për nisjen e procedurës për ndryshimin e pjesëshëm të praktikës së njësuar të Kolegjeve të Bashkuara të gjykatës lartë të vitit 2011 mbi masat e sigurimit personal. Në vendimin e ndërmjetëm të marrë në 9 mars të vitit 2026 nga Sokol Sadushi, theksohet se është vendosur: 1. Nisja e procedurës për ndryshimin e pjesëshëm të praktikës gjyqësore të njësuar, lidhur me vendimin numër 7, datë 14/10/2011 të Kolegjeve të Bashkuara të gjykatës së lartë. Përmes këtij vendimi të ndërmjetëm, Sadushi kërkon të bëjë ndryshime procedurale që në finale çojnë në ndryshimin e kritereve të vendosjes së masës së sigurimit, duke i shërbyer në këtë mënyrë Erion Veliajt si halli madh i kreut të gjykatës së lartë dhe miku të tij Mero Baze, gazetar mercenar, kamikazi i familjes Veliaj. Njeriu që nuk duhet të ishte pjesë e sistemit të drejtësisë, i pavettinguari Sokol Sadushi, është arrestuar në radhën e mercenarëve që i shërben tashmë me vendime të ndërmjetme kryetarit të akuzuar për 5 vepra të rënda penale. A do bjerë Kolegji i Bashkuar në thundrën e Partizan Sadushit, i cili i shërben si ushtar politik Erion Veliajt?